Elbasani është duke vjuar përgatitjet në kuadër të ndeshjes që do të kenë me skuadrën e Dinamos javën e ardhshme, ku synimi do t'jetë marrja e një rezultati pozitiv për të mbajtur kreun. Shqetësimi më i madh i teknikut verde blu janë dëmtimet, ku më shqetësuesja është ajo e portierit Martin Janacek. Gjithsesi në apel është thirrur sërish Klevi Totoshi, i cili ndaj Ignatias ishte ndër më të mirët në fushë. Gardiani i Elbasanës pohon se është gjithnjë i gatshëm për të marrë përgjegjësi sa herë skuadra të ketë nevojë. Ndjem i lumtur që po më jep mundësia, po me ekran ndjem të keq për kolegun për Janacekun që të rreshpatën, i uroj një rikthim sa më të shpejtë atit, por unë jam gjithmonë gati për ekipin, e kam thënë deri tjera, do bëj maksimumin edhe për teshtet që kam mbetur. E di që është përgjegjësi e madhe, por kam dije fat madh që ekipi më jep gjithmonë krah. Madje edhe mbrojtja është gjithmonë në krahun tim, ndihmon shumë edhe ndihem shumë i qetë në këtë aspekt prandaj. Në vijim ajo ndal edhe te gara për titull, ku e shet fort por me besimin se mund t'ja dalin. Gara është e hapur, nuk diskutohet, janë gjitha ekipet janë shumë të forta, por ne do mobilizohemi edhe do shëngohemi deri në fund, edhe besoj se është një shans i madh që ne mund të marrim titullin. Totoshi në fund vlerëson edhe kundërshtarin e radhës Dinamon, por ka besimin tek 3 pikët. Si çdo ndeshje tjetër, është ndeshje shumë e rëndësishme, një kundërshtar i vështirë. Besoj se do dalim me 3 pikë nga ndeshja, edhe do ndajmë maksimumin, nuk diskutohet. Sa kaq të shtunën në Elbasan Arena, Verdeblu do të zhvillojnë një test miqësor me Skënderbeun.